ndihesh pak minuta para nisjes së sfidatës? Ndihem shumë e emocionuar, por njëkohësisht ndihem edhe shumë e lumtur edhe krenare që po e prezantoj vendin tim, Kërçovën, aty ku jam lindur edhe ku jam rritur, dhe ndihem shumë mirë. Koleksioni jot është i inspiruar tek tradita? Koleksioni im është inspiruar nga veshjet kërçovare që datojnë me shekur, që vishen edhe sot e kësaj dite dhe që vajzat kërçovare, gratë dhe të gjithë njerëzit që janë nga Kërçova. Po ashtu edhe burremi me shumë këtë veshje që e kemi dhe unë doja ta prezantoj pikërisht këtu në Tiranë tek shteti i shqiptarëve që na bashkon të gjithëve. Doja ta prezantoja koleksionin tim me veshjet kërçovare që i kam rimodeluar në moderne, por nuk e kam lënë anash traditën që e posedojmë ne sot e kësaj dite të jonën. Kam përdorur detajet e Kërçovës që janë të punuara me burr që prej shumë kohësh, pastaj kam përdorur edhe materiale të reja si satenin e bardhë, të kushtë të zi, kam bashkuar të gjithë së bashku, po ashtu e kam futur një gjë shumë në detaj shumë të rëndësishëm që është këmisha e Kërçovës, që është që ne gratë vajzat e veshim të gjatë, por unë e kam shndruar në mënyrë moderne që ta prezantoj këtu. Kjo është hera jote e parë në Albania Fashion Week? Po, kjo është hera ime e parë në Albania Fashion Week dhe ndihem shumë krenare dhe falenderoj shumë Gentianën. Si erdhi bashkëpunimi me Albania Fashion Week dhe me Gentianën? Erdhi spontanisht, unë këtë e kam marrë si me shaka këtë presmarrjen. Mendoj që Gentiana nuk do më pranoj. I kam shkruar kështu, përshëndetje, unë jam Delfina, dua të marr pjesë dhe pastaj kam marrë edhe kur e shoh se Gentiana po më telefonon edhe po interesohet më shumë për mua, pastaj unë mendova ta shfaq këtë koleksion që e kam punuar kur kam qenë studente tek Izet Curi në shkollë. Pastaj më kam mbetur gjysmë dhe mendoja që ta vazhdoja këtu në Shqipëri. Ky është koleksioni i parë që ti prezanton në një sfilat? Po, kjo është koleksioni im i parë që unë e prezantoj. Sa vite ke që përgatitesh për këtë hap? Jam përgatitur që 2-3 vite, më falë që 2 vite, pastaj më ka ngecur, kam pasur edhe punë, pastaj u posova dhe tek Agnesa të punoj si skicere, si dizajnere dhe nuk e kam prekur më këtë koleksion. Pastaj kur e pash një postim në Albania Fashion Week rastësisht, edhe unë i shkruajta Gentianës, përshëndetje, unë jam Delfina, u prezantova dhe pastaj e lash më. Thash edhe nuk do bëhet, vazhdova me punën. Veç kur merrte një telefonat, u prezantuam, pastaj kërkoj më shumë të dinte rreth meje, rreth koleksionit, prej ku jam, çka bëj. Dhe kur ja tregova disa skica, 5 skica, asaj i ka pëlqyer shumë, pastaj edhe gjithë stafit këtu, edhe më thanë duhet patjetër që unë të marr pjesë, që të prezantoj diçka unike që është traditë shumë me vlerë jona dhe që përdoren edhe sot në kësaj dite. Planet e tua pas Albania Fashion Week, cilat janë? Planet e mia nuk është që kam menduar, por besoj që pas kësaj do kem shumë kontakte me stilist, me njerëz të këtij profesioni. Mendoj që do kenë interes edhe për mua, por edhe për koleksionin tim, se me të vërtetë është jo që jam unë nga Kërçova, po është diçka që s'është parë dhe është diçka që është e jona origjinale. Nuk është e kopjuar, është tamam tipike kërçovare. Vetëm se unë e kam dizajnuar, e kam bërë si do dukeshte nusja ime moderne. Jo si do duket nusja atyre bjerrave si e bëjnë tamam tradicionale, por si është e imja. Unë si do dukeshte nusja ime, e kam bërë tamam si dua unë. Këto modele që ne do të shohim sot në gjatë sfilatës, ti ke publikuar më parë në faqet e tua të rrjeteve sociale? Sot do jetë hera e parë që unë do publikoj punën time që kam që e kam mendu me vite, para 2 vite e kam realizu dhe tash mas 2 vite unë e shfaq për herë të parë në Albania Fashion Week. Tani ti mendon të hapësh atelien tënde? Po shpresoj që po, se cila ëndër e dizajnerit e stilistit me çka merret me këtë fushën e modës dëshiron të ketë atelien të vete, po ashtu dhe unë. Po me nga darë, avash i marim. Delfina, cilët kanë qenë dizajnerat që ty të kanë inspiruar, që i kanë ndjekur, që të kanë pëlqyer, që të kanë dhënë frymëzim për të nisur punën tënde? Ose që i ti sheh si pikë referimi? Realisht, inspirimi dhe ai që më ka shtyr të vi këtu, ajo, fakt është nëna ime, sepse ajo mirret me art dhe familja e saj, por
Ai kryesori ka qenë Valdrin Saiti, që unë e kam ndjekur me vite, dhe ka qenë ai arsyeja që unë të studioja dizajnin e modës. Edhe Agnesa Buzaj, që ka stilin e saj unik. Cilat janë pritshmëritë tua pas kësaj sfilate? Koleksioni jo do të prezantohet më pas edhe në rrjetet sociale, edhe do të shihet nga i gjithë publiku. Ke pritshmëri, pret ndoshta kërkesa për të blerë krimet e tua? Edhe pres kërkesa, pres edhe kritika, jam e hapur në çfarë do lloj mënyre, sepse ti edhe ty përballem edhe t'ju tregoj se për çfarë bëhet fjalë dhe pse kam bërë këtë koleksion. Unë jam shumë e hapur, sepse edhe unë i kam kritikat e mia për dikë dhe ata do kenë për mua dhe besoj që nga jo unë do mësoj diçka të bëj në të ardhmen. A je gati për sfilata edhe më të mëdhaja jashtë trojeve shqiptare? Po, unë jam gati, jam një vajzë që nuk gërzojmë dhe që më pëlqejnë shumë sfidat edhe gjëra të mëdha ti realizoj dhe të marr pjesë. Unë të uroj shumë suksese, do shkëlqesh. Faleminderit.